Unë e theksova që nuk kemi pasur transparencë dhe mungesa transparencës nuk besoj se ka qenë rastësi, nuk besoj fare në justifikimet e dhëna, qoftë edhe nga Rama, edhe nuk mendoj që Rama duhet bëhet zëvendës i çdo investimi. Investimet mund të jenë mirë pritura, por gjithmonë duke respektuar rregullat e tregut edhe jo rregulla të tjera dhe as angazhime për t'i favorizuar njërin biznes apo tjetrin. Këto investime strategjike të tjera për mua kanë qenë dhe që nuk mund të mendoj investime strategjike do të jenë vetëm ato që i shërbejnë mbrojtjes vendit, mbase sigurisë energjetike apo diçka tjetër që është realisht strategjike për vendin. Po çdo investim turizmi s'mund të quhet strategjik, nga kushdo që të vijë dhe çfarë do shumë që të ketë. Nëse të pyesni mua, unë dyshoj që edhe shumë do të shkojë gjitha në xhepat do të shkojë gjitha në investim. Kam përshtypjen që me marzhin e lojrave të pista që bëhet në Shqipëri, 1/4 mund të jetë investim, 3/4 do të jenë përvetësim apo postrim. Nuk kam asnjë lloj besimi, na iku jeta pas këtyre broshkullave me investime strategjike. Ne duam të dimë kush e bën këto investime, a ka kriminal që përfliten, a ka krime në lidhje me tetërsimin e pronave në Vlorë, çfarë lidhje kanë to lëvizje me ata 14 dhjetor të kadastrës që kanë lëvizur në Vlorë, që nuk ju zgjedh me nderja vend atje në atë pozicion që është aty, dhe pse këta kriminal që janë veshur me uniformat të rojeve private, aq më tepër që thuhet se mirë për tyre zotron një nga firmat, kanë marrë këtë lloj tremërie që në mënyrë publike të trajë njerëzit zvarr, ti godasin ato dhe në fund fare dhe ti kërcënojnë ato.